i ndritësara, si që thash, është një model i jashtëzakonshëm që mendoj që duhet mësohet në shkollat ushtarake. Duhet mësohet faktikisht një figurë e tillë e jashtëzakonshme mbi të gjitha, një figurë që ngërthen në vete, do të thotë që ka përfundu shkollën Skënderbeu, ka qenë i Skënderbegas faktikisht i kohës. Do thotë një figurë e ngjashme me jetën time që kam kalu, edhe i ndriti faktikisht që ka dashur të largohet në gërbet faktikisht ngjashëm sikur mund atë kohë. Po mbi të gjitha, do të thotë atë ditë kur ka ardhur, ku kam taku faktikisht i ndritin, dhe i kam dhënë detyra, unë se kam ditë kush është i ndriti. Në fakt e kam kuptuar më vonë, po thjesht takimi i parë me to dhe diskutimi faktikisht i shkurt dhe përshkrimi faktikisht i veprimeve luftarake dhe dhënia e detyrës që shkoj dhe të ndihmoj pjesën e gallushës, ka qenë, do të thotë, një marrje një detyrës faktikisht prej ushtarakut, dhe ka qenë një ndihmëse jashtëzakonshme pjesës ku kemi qenë, sepse gallusha ka qenë e goditur pa ndërprej, edhe prej artillerisë, po faktikisht edhe prej shumë njësive të komisarisë, të njësive speciale faktikisht të brigadës 549 të ushtrisë serbe, po mbi të gjitha ka qenë një vullnet i jashtëzakonshëm për luftarë që kanë qenë atë pjesë. Dhe në kontekst kësaj për mua po është një prej figurave të veçanta të ushtrisë ligjtare të Kosovës, një dëshmor faktikisht, siç e thash, i modelit të veçantë, por mbi të gjitha edhe një dëshmor që ka lënë jetë faktikisht të ndërtuar jashtëzakonisht nivelit lartë në Londër dhe ka ardhur, do të thotë, i bashkangjitet luftës. Dhe mbi atë faktikisht unë kam pas një lidhje emocionale me figurën e tij dhe kam pagzu djalin e parë ose djalin e madh që më ka lindë faktikisht me emrin e tij.